Gjobi kërkonte përgjigje. Dhe Perëndia u përgjigj me një vorbull dhe dikrigje sake duken si të dala nga një makt i lështë. Behemoti dhe Leviatani nuk shfaken rastësisht. Ata gjanë e pëgjese e një zbule se këtë shmonton me një madhesin e njerëzore dhe riperkakton vuajgjen. Adute ishin kafshë reale, simbole shpirterore apo diçka edheme, e të leke pak kush mund të kuptoje. Sot do të zhitenin e përgjigjen higjnore me të fukishme të regjistruar ndon gjehere. Regjistrohuni dhe kendroni deri në fund, sepse shpjegimin ndryshon plotesisht mënyrën se si shume i kuptojnë kete dialog me Perëndine. Per para se të vazhdojme me videon, a dëshironi të forkoni gjeten tuaj të lugjes dhe gjithashtu të ndihmoni kanalin tonë të rritet. Kam përgatitur një material me mbi fënqarlu që të veçanta për të gjuhë dhe hekur. Klikoni në linkun e përshkrimit dhe ndihmoni projektin tonë të përhape fjalen e Krishtit. A ekziston diçka që Perëndia krigjoi dhe nuk mund ta kontrolloje? Midis të gjitha përgjigjeve që krigjuesi mund t'i gjepte një njeriu të shkaterruar nga dhimbja, a i zgjedh të e flase perdi përbindesha. Njeri kë e bën token të dridhet. Qetri kë e shënderon dhe të nëngje kazan të fluar. Behemoti dhe Leviatani, nuk gjane metafora, nuk gjane egzagjerime poetike. Gjane krigjesat kë Perëndia përdor për të mbilur debatin me të madëm bivuajqen të regjistruar ndon gjehere në shkrimi. Dhe a gjoke ato zbulojnë në shkon shume për të asaj që Gjobi pristete dhe gjonte. Per të kuptuar peshjen e kësaj zbulese, duhet të ktheheni në fillim. Gjobi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Teksti biblik e përshkruan atë si me të madhin ndër të gjithë bite e lindjes. A i zoteron të 7 hazirdele, 3 hazirdeve, 15 të pendeke dhe 50 të gumarika. Kishte 7 gjem dhe 3 vajza, një familje e plote, një pasurie pamase, një reputacioni patemete. Me e rëndësishmi nga të gjitha, ishte i ndershëm. I druhej Perëndise dhe ishmangaj se kekes. Jo per leverdi, por nga bingja. Gjobi përfakezon të modelin e persosur të devotshmërisë se shperblajer. Gjithçka që teologjia tradicionale premtonte, ai e kishte. Atëherë erdhi fatkeqësia. Në një ditë të vetme, lajmetaret erdhen duke zgjele lajme që asnjë kënien njerëzore nuk duhet ti marrë radhazi. Sabejte sulmuan dhe moren kete dhe gomarikat, duke vrare sherbetoret. Gjarri nga kjeli dhe konsumoi dhe let bashke me barinjtë. Kaldeshte vodhen devete dhe vrane punëtoret e qëri. Dhe goditja për fundim të re. Një ere e forte goditi shtepine ku dens femigjet e taj po festonin. Ndërtesa u shem, as një imbigjetuar. Në qeshtje oresh, Gjobi kaloi nga njeriu me i begate i rajonit në një babate veshur me zi, zoteri kufomash, pronar hiri. Reagimi i ti sfidon logjiken njerëzore. Grisi mantelin, roj koken, u perull për toke dhe adhuroj. Fjalet e ti bajne jehone përmes mije vjecareve. I zhveshur dola nga barku i nëne sime dhe i zhveshur do të ektehem. Zoti dha, Zoti mori. Kofte i bekuar emri i Zotit. As një akuze, as një blasfemi. Në të gjitha keto, Gjobi nuk me katoi dhe as nuk imveshi Perëndise ndon gjefaj, por sprova nuk kishte përfunduar. Një vale e dite vuajqesh goditi trupin e ti. Plagje malingje mbuluan Gjobin nga kokat e kembet. Njeriu kje me pare komandon të kindra sherbetore. Tani ulej me shirit, duke përdorur një kope keramike për të kruar plagjet kë kullonin. Vete gruagja e tij, dëshmitare e gjithë shkatërrimit. I suggeroi që ajte malkonte Perëndine dhe të vdiste një herë e mire. Tundimi për ti dhjene fund gjithë shkagje ishte ati, i ofruar nga ajke duhej të mbeshteste me shume. Gjobi refuzoi. 3 mik erdhen nga larg kur moren vesh për tragedine. Elifazi, Bildadi dhe Kofari. Njerëz të respektuar, të njohur për urtesine e tyre. Kur e pane Gjobin nga larg, mezi arriten të njihnin. Teksti thote se kishin kare me zete larte. Grisen mantet e tire dhe hodhen pluhur mbi kokat e tire. Pastaj u ulen me te për toke gjate 7 diteve dhe 7 neteve. Askush nuk tha as një fjale. Vuajqa ishte shume, ima dhe per fjalime. Mendoni skenen, njëjave e tere heshqjegje. 4 burrata e ulur me shirit, duke soditur rënimin e njëjete. Mikte ndoshtë priznin ko Jobite refente ndonjë me katef shehur.
ndonjë shpjegim ky do të arsyetonte një shkatërrim të tillë. Jobi ndoshta priste fjalën ngushëlimit të sinkerte. Te digja palet do të zgëngjeheshin. Kur heshtja me në fundutaje, filloi debatime i madh mbi vuajtjen i regjistruar ndonjë herë në letërsin e lashta. Fermatisati kapitui argumentesh, akuzashte e fshehura, mbrojtjeshte apasionuara dhe frustrimesh në rritje. Mikte e Jobit mbronin një teologji të thjeshta. Perëndia shpërblente drejtë dhe ndeshkonte pa beset. Nëse Jobi po vuan të kështu, logjika ishte e qartë, duhet të kishte mekat. Ndoshta i fshehur, ndoshta i harruar. Por sigurisht ekzistonte. Ekuacioni nuk mund të dashtonte. Jobi nuk e pranoi këtë shpjegim, jo sepse e konsideronte veten të persosur, por sepse ngjihte historinë e tij. Ai kishte kene buxar me jetimet dhe të vegjat. Nuk kishte lakmuar arin dhe as nuk kishte besuar të pasurite. I trajtonte shërbetoret i taj me drejtësi. Nuk gezohej me fatkeqësinë e armikve. Katalogu i integritetit që Jobi paraket në kapitullin, initatet i shtembrës Helenes. Ai sfidonte se do aguzues të tregonte se ku kishte deshtuar, por askush nuk mundej. Dheki ishte pikërisht problemi. Nëse Jobi ishte i pafajshëm, si të shpjegohej akshu me vuajtje, teologjia e mikve nuk e përfshinte këtë mundesi. Per ta, universi funksiononte si një makine morale precise, mirësia shel bekim, ligesia shel malkim. Jobi po tjente sistemin. Eksistenca e tij sfidonte gjithçka ku ata besonin. Debatet po beheshin me intensive. Elifasi filloi me butesi, duke sugjeruar që ndoshta Jobi duhet të kërkonte perëndinë me perulesi. Në raundet vajgjuese, akuzat e tij u bene të drejt për drejta. Bildadi ke mbengulte në drejtësinë e hijnori, duke argumentuar se femigjet e Jobit ndoshta kishin mëkatuar dhe prandaj vdiken. Kofari arriti të thoshte se perëndia po tregonte mëshire. Pasi Jobi meritonte ndjashkim edhe hemete e madh. Me çdo çikel fjalimesh, distanca midis Jobit dhe mikve të tij rritej. Konsideroni vetmine e këtij njeriu. Humbi familjen, pasurinë, shëndetin dhe tani mire kuptimin e vetë mikve të tij. Njerëzit që erdhen për të ngushëlluar u kthjen në akuzues. Çdo përpjekje që për mbrojtje interpretohej si mendje madhjesi. Çdo deklarate pafagjesi si koke fortesi. Jobi ishte plotësisht i izoluar në dhimbjen e tij. Por ai nuk tërhiqej. Në mes të debateve, Jobi beri diçka të jashtëzakonshme. Kërkoi një dëgjëse me perëndinë. Jo për të mohuar besimin e tij, por për të kuptuar atë. Donte të shihte në site i krigjuesit dhe të peste drejt për drejt. Pse? Teksti regjistron klitmen e taj në kapitullin 23. Sikur të dija ku të gjegja, sikur të mund të arria në fronin e taj, do të parakisja para taj çështjen tajm, do të mbushja gogjen me argumente. Jobi donte një gjykim. Ishte i gatshëm të parakiste rastin e tij, të mbronte integritetin e tij, të vinte në dishim vendimet hijnore. Kjo guksimi i trembimi këtej. Si guksonte një njeri i mbuluar me plagete e sfidonte të gjithë fukishmin. Por Jobi kuptonte diçka që ata nuk e kuptonin. Besimi i tij nuk varej nga përgjigjet e lehta. Ai preferonte të përballej me perëndinë me pjetgjet e tij sesa të pranonte shpjegimet e rreme që mbronin një teologji komode. Kapituit u grumbulluan, një në duve, trit. Eri në trit, Jobi beri fjalimin e tij përfundimtar, një mbrojtje të plotë të jetës së tij, duke përfunduar me një sfide të drejt për drejta, që i gjithë fukishmit e përgjigjet, që akuzuesi im të shkruazhe denoncimin e tij. Une do të mbajambisu pesin një kurore. Atë here u shfak një personazhi katërt i papritur. Elihu, një i rike kishte këndruar në heshqe për respekt ndajshme të moshuarve, shpertheu në 6 kapitush fjalimi. Kritikoi si Jobi ashtu edhe tremi këte. U përpo këte ofronte një perspektive qeter e mbi vuajtjen si disiplinë hyjnore. Fjalet e tij kishin elemente të vërtete, por ende nuk arriten në zemrën e çështjes. Dhe pasi Elihu përfundoi, mene fundëndodhi. Të 37 kapitulli debati njerëzor. Akuza, mbrojtje, teori teologjike, britma dimgjegje, përpjekje për shpjegim. Dhe pastaj, nga mesi i një vorbulle, perëndia u përgjigj. Stuhia kje u formua nuk ishte natyrore.
ishte Teofani, shfaqje hijnore në forme vorbulle. Krigjuesi I universit zbriti për te folur me një njeri të mbuluar me plagete ullur mes hirit. Fjalia e pare vendosi me nxehere tonin. Kush eshte kike e rason planet e mia me fjale pa njohuri. Nuk ishte denimi jobit spesifikisht, por një kushtese e distances midis perspektives njerëzore dhe urtësisë hyjnore. Perëndia nuk filloi duke ofruar shpjegime. Filloi duke bere pjeqe. Ku ishe tikuru në hudhate me let e tokes. Kush I përkaktoi për masat e saj. Kush e shtriu mbi te litarin mates. Mbi çfarë gjane mbështetur bazat e saj. Kush e vuri gurin e saj të koshez. Kur I gjet e mengjesit kendonin se bashkudhe tek gjithë hebite e perëndise e leshonin brit magazimi. Veshgoni se çfarë po ndodh. Gjobi don të përgjigje për vuajtjen e tij personale. Perëndia përgjigjet me pjetë mbi krigjimin kozmik. Strategjia duket e huaj në shikim të pare. Njeri kërkon shpjegim për dhimbjen e tij, dhe perëndia flet për temlet e tokes dhe I gjet ke kendojne. Por logjika hyjnore operon në një nivel qeter. Pjegjet vazhduan si kaskade. A ke hajren don gjëhere në burimet e detit. A ke kur në per të lesita e humnëres. A gjane hapur per ti portat e vdekjes. A I ke pare portat e higjes se vdekjes. A e kupton ti gjeresina e tokes. Tu agje, nëse I dita gjitha keto. Ku eshte rruga per të banisa e drites. Dhe e resira, ku e ka vendin. Perëndia e u dehoki gjobin në për një udhëhetim kozmik ku e përfshin të kjesht, detet, driten, e resiren, boren, breshërin, rufete, shiun, akullin, ygjet, rëtë. Këllimi nuk ishte poshtermi, ishte zbulimi I perspektives. Gjobi ishte I blokuar në një çështje specifike. Pse vuaj unë nese jam I pafajshem? Perëndia zgjeroi horizontin për të treguar se universi përmban dimensione që mendja njerëzore thjesht nuk I rrok. A mund t'i lidhesh ti vargjet e Plejadave ose të zgjidhesh lidhjet e Orionit? A mund t'i besh të dalin yjasite në kohen e tyre dhe të udhahekesh arushen me bite e saj? A I njeh ligjet e kjeqve? A mund t'a vendosesh sundimin e tyre mbi toke? A mund t'a ngresh zerin deri të rete? Ke boleku I ugjerave të të mbulogje? A mund t'i dergosh rufet e këtë dalin e të tone? Ketu gjemi. Cëdo pjeqe ishte nje kuqtese e heshtur. Ti nuk ishe ati. Ti nuk e disi funksionon. Ti nuk I kontrolon këto procese. Dhene se nuk kuptonës mekanizmat baze të krigjimit fizik, si pretendon të gjikosh planet morale të ati që I krijoi ato. Perëndia pastaj kaloi në mbretërine I kafsheve. Foli per luaneshen që gjuan prene per kelishet I saj, per korbat që terrasin per ushkim, per dite e egra që pgjelin në shkembinj të paritëshem. Per gomarin e eger që per buzkytetin dhe britmen e drejtuesit. Per buallin e eger që refuzon t'i shërbejë njeriut. Per strusin që rekrahet me krenari por I braktis vezet e veta në rere. Per kalin e luftes që nuk dridhet para shpates. Per fashkojnë që e fluturon drejt gjugut me urtesin e hijnor. Per shkipon gjen që e ben fole në lartesi dhe që e andaj veren prene e saj. Mesazhi po behej I karte. Bota nuk rrotullohet rreth mire kuptimit njerëzor. Ekzistojnë procese, krigjesa, dinamika dhe këllime që funksionojnë në mënyre të përsosur pa pasur nevojë që asnjë kenie njerëzore t'i kuptojë apo të marrë pjesë në to. Nëse perëndia mban gjithë këtë sistem kompleks pa pasur nevojë për konsulente njerëzore, ndoshta ai gjithashtu mund të administrojë vuajtjen e gjobit pa I dhënë shpjegime. Por kulmi ende nuk kishte ardhur. Pasi përshkoi kjeqt, detet dhe kafshet e egra, perëndia prezantoi di krigjesa që nuk I nëngjanin as gjegje që gjobi ngjihte. Nuk ishin metaforat e buta. Ishin demonstrime të fokise absolut. Behemoti dhe Leviatani, përbindeshi I tokës dhe përbindeshi I detit. Kapitulli 4 I Jobit presanton behemotin. Shikotani behemotin që une e krijova bashkë me ty. Kjo fjali e vogël mbart një peshete e madhe. Perëndia nuk tha se behemoti ekzistonte në mënyre të pavarur. Tha se I kishte krijuar bashkë me Jobin. I njëjta dore që formoi nxjerrjen e drejtë nga toka e uzit, modeloi edhe këtë krigjese monstruoze. Tedi ishin pjesë e të njëjtit projekt. Përshkrimi fizik është mbreselenes.
Behemoti habar sikau, por forka e tij eshte në i gjet e tij. Fukja e tij në muskusht e barkut, e fërkon bishtin si sheder. Tetivat e kofsheve të e tij gjanet e turura. Koçkat e tij gjane si tuba bronzi. Gjymtyret e tij si shufra hekuri. Perfytyronikete, kockat e krahasuara me tuba bronzi. Gjymtyre si shufra hekuri. Ngjebisht ke krahasohet me ngjese der. Peme ke mund të arrinte 40 metra lartësi. Gjo nuk ishte ngje krigjese e zakonshme. Behemoti përfaqësonte forcën brutale të kryqëzimit në manifestimin e saj maksimal. Teksti vazhdon duke zbuluar detaje. Behemoti është krije vepra e veprave të Perëndisë. Shtrihet në lotuset, në fshehtësinë e kallamave dhe të kenetes. Pemet e lotusit e mbulojnë me higjen e tyre. Shelgjet e perruit e rretojnë. Nëse lumi behet i dhonshëm, ai nuk ngsiton. Këndroni kete edhe sikur Jordanit e derdhet kunder gojës së tij. Disa studiues janë e përpjekur ta identifikojnë behemotin me kafshët e njohura. Hipopotami është shokerimi me i zakonshëm, duke pasur parasysh habitatin ugjor dhe forcën e përshkruar. Ta e tjere sugjerojnë elefantin, për shkak të referencës ndaj kockave mësajve dhe shtatit imponues. Por përshkrimi biblik duket se të shkallon çdo kafshë specifik. Bisht si ceder, asnjë hipopotama apo elefant nuk zoteron një karakteristike të e tille. Behemoti mund të përfaqësojë një kategori me vete, personifikimin e forcës tokësore të pasbutshme. Pjeqa e nënkuptuare Perëndisë ishte e drejtë për drejtë. A mund të kapeshti atë? A mund të prangosesh kur ai po të shikon? A mund t'i shposh hunden me grep? Gjobi e dinte për gjigjen e tij përpara se ta formulonte. Gjo, e pamundur. Ajo krijesje ishte për te çdo aftësi njerëzore për kontroll. Por nëse behemoti të linte mbresa, Leviatani të meronte. Kapitulli 20 e ngje i kushton 34 vargje për shkrimit të kësaj krigjese detare. Gjatësia e tekstit tregon tashmë rendesin e taj. Perëndia investoi me shumë fjale për Leviatanin sesa për çdo element tjetër të përgjigjes së taj. Kishte diçka tek i bisheke Jobi duhej ta kuptonte të lesisht. Pjeqet filluan me ngjëhere. A mund të nëzgjerresh Leviatanin me grep? A mund t'i lidhesh gjuhe me ngjelitar? A mund t'i vesh një rrethane në hunde? A mund t'i shposh në fullen me një kangshe? A do të begje ai shumë e lugje? A do të flase me butesi? A do të begje beselidgje me tike të maresh si sherbetor për gjithmone? Ironia hijnore ishte prerese. Peshkataret kapin peshk me grepa delitare. Sherbetoret punesohen përmes marrëveshjeve. Perëndia pjesë të nëse Jobi do të mund t'i zbatonte keto metoda shtepjake mbingje, krigjese ke sundonte detet. Përgjigja i karte krijonte kontrastin e nevojshëm. Nëse nuk mundesh as të peshkosh Leviatanin, si pretendon të pjetesh atë që e krigjoj. A do të luash me te si me një zog? A do ta lidhesh për vajzat e tua? A do të bajne peshkataret një gosti me te? A do ta ndajne midis tregtareve? A mund t'i ambushesh lekuren me fuzhnja ose koken me fuzhnja peshku? Që do pjeqe që monton të arogancën njerëzore. Gjo vetëm ke Jobi nuk mund t'a kapte Leviatanin, por as një ekip i plote peshkataresh profesioniste nuk do t'i adilte dot. Krijesa nuk ishte trofe gjuetje as mal tregtje. Ajo i përkiste një kategorie tjetër eksistens. Pastaj erdhi paralajmerimi me intensiv. Vere doren mbi te, kuq të luften dhe nuk do të besh me kurre. Ja, shpresa për të kapur eshte e kote. A nuk do të rezohet njeriu vetem duke e pare. Askush nuk eshte ak guksimtar sa të guksojet as gjoje. Teksti suggeron se vetem pregja e Leviatanit do të toshte lufte e humbur. Kush do ke do të provonte një here, nuk do të perseriste përvojen. Thjesht pamgja e krijeses mjaftonte për të rezuar çdo luftetar. As një kenje njerëzore, sa do trim, nuk do të guksonte të zgjonte. Dhe atëhere Perëndia beri lidhjen teologjike vendimtare. Kush me ka dhënë i parikëu në të jakte, gjithçka që është nën kjegj është imgja. Gjo fjali riperkaktonte tek gjithë debatin. Mikta e Gjobit argumentonin se Perëndia duhej të shpërblente drejtësin e me bekim. Gjobi argumentonte se Perëndia i detyrohej shpjegime për vuajtjen. Perëndia përgjigjej se askush nuk i kishte dhënë asgjë me pare për të krijuar detyrimin e shpërblimit.
Ai nuk operon në sistemin e borgsheve njerëzore. Gjithçka i përket atij, përfshire Leviatanin, përfshire Gjobin, përfshire vuajtjen dhe lavdine. Por përshkrimi fizik vazhdoi ende, duke u bërë gjithnjë e mbi natyror. Nuk do të hesht për gjymtyret e tij, as për fukine i forces së tij, as për hirin i strukturës së tij. Kush do të zbulojë si për faken e veshës së tij? Kush do të higje midis në fullave të tij të edifishta? Kush do t'i hape portat e fytyrës së tij? Rreth dembeve të tij mbretëron të meri. Luspat madhështor përbenin krenarina e tij. Secila ishte mbilur si një evulle e shtrenguar. Ngjera lidhet me tjetrën në atë mënyrë që asaj nuk kalon mes tyre. Janë të ngjitura me ngjera tjetrën, lidhen mes tyre dhe nuk mund të ndahen. Mendoni për imazhin. Një armature natyrore ak e persosur sa as agjëri nuk depërtonte. Luspat e vullosura si dokumente zyrtare, të pamundura për të shkelur. Nëse agjëri nuk kalonte, imagjinoni shpatat, heshtat ose çdo armë njerëzore. Leviatani ishte i paprekshëm sipas projektit hyjnor, dhe atëherë përshkrimi arrin përmasa e gjikallojne çdo kafshë të njohur. Të shtiturat e tij bajnë të shkelke e drita, syta e tij gjane si ke pallat e agimit. Nga goxha e tij dalin pisha, shkendigja zjarri kerçajnë prej saj, nga vrimat e hundes se tij deltim, si nga një tenkshere ke zien ose nga një kazan. Frima e tij ndes kymyrin dhe nga goxha e tij del flaka. Si mund të pashtohet kjo me një krokodil apo çdo zvaranik natyror? Përshkrimi të kushton diçka dragone, një krijese që në kësjer zjarë dhe transformon mjedisin rreth tij me frajmen e tij. Leviatani nuk ishte thjesht i madh, ai ishte incandescent. Prania e tij ndryshonte ligjet normale të natyres. Në kafe banon forca, per para tij edhe trishtimi kërcen nga gëzimi. Muskujt e mishit të tij gjanete ngjitur me njerit qetrin, se cili eshte i palekundur në te dhe asnjë nuk levis. Zemra e tij ishte e forte siguri, po, e forte siguri i poshtemi mullirit. Zemër e forte siguri i mullirit. Muskujt e shkrire me njerit qetrin. Kafe ku banonte një force e pamundur. Leviatani ishte ndërtuar për të mos u mposhtur. Do detaj anatomik përforkonte pamposhtshmërinë e tij. Kur ai ngrihet, te fortet dridhen. Per shkak të shkatërimeve të tij, ata dalin menç. Nëse dikush e godet me shpate, ajo nuk mund të depërtoje, as heshta, as shikgjeta, as fuzëngja. Ai e konsideron hekurin si kashte dhe bakrin si drute e kalbur. Shikgjeta nuk e bën të ike. Guret e hobeve ktehen në kashat e perte. Shkopinjt e konsiderohen si kashate dhe ajkesh me vringe limen e heshtes. Shpatat e padobishme, heshtat e parendesishme, shikgjetat e percmuara, gure hobegje si kashta edate, e gjithë teknologjia ushtarake njerëzore behejke sharake për para Leviatanit. Krigjesa gjo vetëm ke u rezistonte sulmeve, por keshte me to. Detajët përfundimtare plotesonin tablone e të merrit u gjor, nën vete ka guaskat e mprehta. Shtrihet mbi gjerat e mprehta si mbi balte. I ben telesitet e vajne vale si një tenkshere. E bendetin si një ene me vaj ere mire. Pastaj ndriqon shtegu. Humnera duket si e këthjer në bardesi. Leviatani e shënderronte detin në një kazan vlonjes ndërsa notonte. Linte pas një gjurme te shëndriqme si vaj i derdur. I bente telesitet te dukeshin te barda nga shkuma. Levizja e ti e tjeshte ndryshonte te gjithë ekosistemin detar. Dhe përfundimi hyjnor për këta e krigjese ishte shkatërrues. Ambitoke nuk ka asgjë që mund të krahasohet me te, sepse u bë për ta kene pa frike. Ai çdo gjë që është e lartë, është e mbretëm bite gjithë bite e krenarise. Mbretëm bite gjithë bite e krenarise. Gjo fjali lidhte Leviatanin me gjendjen shpirtërore të atij që lartësohet. Krigjesa me e fukishme i deteve shërbente si paskire per arogancen njerëzore. Nëse as Leviatani me gjithë fukina i tij nuk ishte gjashte kontrollit hyjnor, sa me pak kenjet njerëzore që mendonin se ishin të aftë të pjetnin krigjuesin. Disa tradita i interpretonin Behemotin dhe Leviatanin si simbole të forkave primordiale. Në lindjen e afert të lashte,
Monstrat detare shpesh përfakesonin kaosin, kë e perendit e duhej, të mposhtnin për të vendosur rendin. Tekstet ugaritike përmendin lotanin, gjarë perindetar të lidhur me detin e trazuar. Tekstet babilonase flasin për Tiamatin, hujnëshen e kaosit ujor të mposhtur nga Marduku në Krizhim. Por narrativa biblike bën diçka ndryshe. Perëndia nuk e paraket Leviatanin si një armik të mposhtur në një betejë kozmike. Ai e paraket atë si një krigjeset e bere nga duart e tij. Nuk ka dualizëm këtu. Nuk ka lufte midis forkave të barabarta. I ngjajti Perëndi kë modeloi kopshtin e Edenit, projektoi edhe monstrat e humnerave. Të dijane pjese e të ngjajtit univers të krijuar. Kjo perspektive transformon të plotësisht çështjen e Jobit. Nëse kaosi i dukshëm i deteve dhe forka brutale e tokës ishin të integruara në planin hyjnor, ndoshta edhe kaosi i dukshëm i vuajtjes ishte gjithashtu. Jo se Perëndia shkaktonte të kekën, por se edhe forkat me shkatëruese nuk i shpetonin sovranitetit të tij. Pergjigja e Jobit erdhi në 10 etapa. Pas raundit të pare të pjeqeve hyjnore mbi krigjimin, ai tha: "Jam i padëngje. Çfarë do të përgjigjesha? Vedoren mbi gogje. Një herë fola dhe nuk do të përgjigjem me. Di herë por nuk do të vazhdojme." Ishte fillimi i heshtjes së për ulur. Njeriu që kishte kërkuar audience me të plot fukishmin tani pranonte se nuk kishte argumente. Por Perëndia vazhdoi. Prezantimi i Behemotit dhe Leviatanit erdhi pas kësaj dorezimit e pare. Ishte sikur krijuesi donte ta thellonte edhe më shumë mesimin. Nuk mjaftonte që Jobi të ngjehte kufijtë e tij intelektuale. Ai duhej të vizualizonte shkallën e fukisë hyjnore përmes këtyre krijesave monstruoze. Pergjigja përfundimtare e Jobit shfaket në kapitullin 20 e di dhe shënon mbylljen e gjithë diskutimit. E di mire që ti mund të besh gjithçka dhe asnjë nga mendimet e tua nuk mund të pengohet. Kush është ai që e pa pasur njohuri fsheke shilen, prandaj fola për ato që nuk i kuptoja. Gjëra që për mua ishin tepër të mrekullueshme dhe që nuk i ngjigja. Jobi nuk mori shpjegim për vuajtjen. Nuk mori arshetin për vdekjen e familjeve. Nuk mori verdiktin që do të pafaqesonte formalisht sjelljen e tij, por ai mori diçka më të madhe. Perspektive. Vizionin e një universi akte gjeresa kategorita e taj gjengjerezore të drejtësise tjeshtë nuk e arrinin. Dhe atëherë erdhi deklarata me e thelle e gjithë narratives. Veshet e mi kishin dëgjuar për ti, por tani siri im tashe. Prandaj e urrej veten dhe pendohem mbi pluhur dhe hiri. Transformimi ishte i plotë. Jobi kaloi nga njohuria teorike në përvojën i drejt për drejte. Gjatë gjithë jetesë të devotshme, ai kishte besuar te Perëndia bazuar në traditën, mesimin, dëshmitë e të qereve. Tani në mes të vuajtjes me ekstreme, ai shihte. Takimin e shqelle nuk solli përgjigje, solli prani. Dhe kjo mjaftonte. Pendimi i Jobit nuk ishte rrëfimi me kateve të fshehura që do të arshetonin vuajtjen e tij. Miktë e tij e kishin gabim për këtë. Vete Perëndia do të konfirmonte me vone se Jobi kishte folur sakte për të ndryshe nga trengu shëlluesit. Pendimi ishte i një natyre qeter. Jobi pendohej që e kishte reduktuar Perëndinë në kategoritë e tij njerëzore. Kjo kishte supozuar se kuptonte se si duhej të funksiononte universi. Kjo kishte kërkuar që krijuesit e arshetohej sipas standardeve njerëzore të drejtësisë. Epilogu i narratives tregon restaurimin. Perëndia kortoi Elifazin, Bildadin dhe Zofarin sepse nuk kishin folur sakte. Ai urdhëroi që ata të ofronin fligjime dhe të kërkonin që Jobi të lutej për ta. Ironia ishte tërëse. Akuzuesit tani vareshin nga ndërhyrja e të akuzuarit. Ata që kembengulnin në mekatin e Jobit kishin nevojë për ndërmjetësimin e tij për të marrë falje. Dhe Jobi u lut për mikta e tij. Pas gjithë asaj këtane, pas që do akuze të fshehur dhe çdo teorie të dëmshme, ai ndërhuri për ta. Kia këtiri shënonte thellësinë e transformimit të tij. Vuajtja nuk kishte prodhuar hidharim të përhershëm. Takimi me Perëndinë kishte gjeneruar aftësinë për të falur. Restaurimi material erdhi gjithashtu. Zoti i dha Jobit dyfishin e gjithçka që kishte pasur me pare.
4 mbedjete migje dele, 6 migje deve, 1 migje pendëke, 1 migje gomarika. Numrat e saktë kanë rendësi. Ata përfaqësojnë jo vetëm rime këmbjen, por edhe shumë fishimin. Ajo që u humb, u këti defish. Por femijet nuk u këti ndifish. Jobi mori per seri 7 gjemde 3 vajza, të njajtin numero original. Disa interpretues shohin në kete një teologji të e të le. Pasurite materiale mund të edifishohen sepse u shkatëruan. Por femijet originale nuk u humben përjetesisht. Ata e prisnin gjobin në anën tjetër, prandaj nuk kishte nevoje të edifishoheshin. Familja ishte e plote në 2 dimensione. 3 vajzat moren emra të regjistruar, Gjemima, Kezia dhe Keren Hapuku. Në të gjithë vendin nuk u gjetën gra akte bukura. Dhe gjobi u dha atyre trashëgimi midis velezerve të tyre. Një detaj kulturor do me thenes. Zakonisht gratë nuk merrnin trashëgimi kur kishte gjem. Gjobi e theu modelin, duke nderuar vajzat e tij në mënyre të jashtëzakonshme. Gjobi gjetuaj pas kësaj ngjekin dhe 20 vjet. Pabi të i taj dhe bajte e bajve të taj deri në brezin e 4. Vdik plak dhe i ngopur me dita. Fundi duket të perit e shte pas gjithë e asaj stuhje, por të shte si ambart mesajin e vetë. Gjeta vazhdon. Vuashqa, sado intensive, nuk ka fjallën e fundit. Ekziston gjeanet gjetër. Behemoti dhe leviatanin beten si shenjat e përhershme në tekst. Nuk gjane kuriozitete zoologjike per debate akademike, gjane instrumente pedagogjike hishnore, per mes tyre, Perëndia komunikoje të vërteta kë argumentet filozofike nuk do t'i arrinin kurre. Behemoti përfaqëson dimensionin tokësor të mistrit. Forcen brutale kë ekziston në botën fizik, të pamundur për t'u zbutur plotësisht. Termetet, vulkanet, stuhite, fukine e natyres kë per ull çdo teknologjin gjerezor. Perëndia e krijoi këtë, shtepgjese e planit, nuk eshte aksident as deshtimi projektit. Leviatani përfaqëson dimensionin ugjor dhe kaotik të të njashtit mister. Telesita kë nuk mund t'i sondojshme. Detet kë nuk mund t'i kontrolloshme. Forkat kë duken kërcenuese, por kë gjithashtu mbaj në zheten. Kaosin e dukshëm kë në fakt operon brenda kufiqve të vendosur nga krigjuesi. Se bashku, keto krigjesa shpallin një mesazh unik. Universi eshte me i madh se ti, me indërlikuar se teorita e tua, me misterios se shpjegimet e tua. Dhe gjithçka eshte nën kontroll. Jo nën kontrollin tënd, por nën kontroll. Per Gjobin, kjo zbulese ishte e mjaftueshme. Ai nuk doli nga shqela me përgjigje intelektuale. Doli me një besim të transformuar. Një besim që nuk vareme nga kuptimi i gjithçkaje. Një besim që gjente preshe në prani, edhe kur shpjegimet mungonin. Përgjigja e Gjobit pasi pa behemotin dhe leviatanin nuk ishte revolta. Ishte heshtja. I njashtin gjeri kë kërkoj audience me ta plot fukishmin tanive dore në mbigogje. Veshet e mi kishin dagjuar për ty. Refën ai, por tani siri im teshe. Nuk pati shpjegim për plaget. Nuk pati arsjetim për femingjet e vdekur. Ajo kë pati ishte diçka me e madhe, prania. Gjobi zbuloi se disa pjegje nuk kanë nevoje për përgjigje, kanë nevoje për takim. Behemoti dhe leviatani vazhdojnë të bajnë jehone përmes shekujve si kushtese të përhershme. Ata na thone se universi përmban forka që nuk do t'i zbutim kurre, mistere që nuk do t'i deshifrojme kurre, tellesi që nuk do t'i arridme kurre. Dhe kjo është në rregull, sepse ai që krigjoi monstrat, të krigjoi edhe ti. Dhe nëse ai mban kaosin edhe të vede forcen brutalit e tokes, mund të mbagje edhe stuhine që po kalon gjetën tu tani. Per të në ndihmuar të vazhdojme prodhimin i këtyre dokumentareve dhe historive biblike, konsideroni blergjen e i bukut tone me shumë se pa qatë lutje. Jo shtengje e menire per të bekuar këtë projekt dhe, në të njështën kohë, per të pasur një udhëzues shpirtëror per rrugëtimin tuaj. Linku per të siguruar tuajin është në përshkrim. Deri në videon që tërë.